أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا للظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur, të nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mezhliset tona në leximin dhe shqarimin e librit Riyadus Salihin, libër që autor të vetin ka imamin e madh, Imam Neveviun rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, me të cilat i ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në kapitullin që flet për detyrën dhe obligimin që ka muslimani karshi pushtetarit musliman momenti kur ai e urdhron në të mirë, dhe se ky pushtetar, ky qytetar nuk duhet t'i bindet pushtetarit musliman nëse ai urdhron në mëkat. Dhe jemi te hadithi i parë në këtë kapitull, e ky kapitull i ka brenda vetes 11 hadithe. Hadithi i parë, hadithi 663 me radhë që nga fillimi i librit, ku Imam Neveviu rahimahullahu taala thot: "Wa an ibn Umar radiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة متفق عليه." Narafan Abdullah ibn Omeri radiyallahu anhuma se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: secili individ musliman e ka detyrë dhe obligim të ndëgjon dhe t'i bindet pushtetarit musliman edhe në gjërat që i pëlqejnë, edhe në gjërat që i urren, përveç se nëse urdhrohet në mëkat. E nëse urdhrohet në mëkat, atëherë as dëgjohet e as i bindet atij pushtetari. Këtë hadith e transmeton Buhariu dhe Muslimi në dy sahihat e tyre. Ne në lidhje me këtë hadith kemi dhënë disa sqarime dhe kemi filluar të flasim për disa mësime dhe porosi që dalin nga ky hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prej temave të cilat Islami që herët i ka ndërtu dhe i ka sqaru me besimtarët, është raporti i besimtarëve me pushtetarët musliman. Dhe se raporti i besimtarit musliman me pushtetarin e tij është raport i cili ndërtohet në prizmën e bamirësisë, në devotshmëri dhe bamirësi. Dhe se momentin që pushtetari e keq përdor pushtetin e tij dhe në vend se të urdhron në devotshmëri e bamirësi, ai urdhron në mëkat edhe armiqësi, atëherë fala sam'a wala ta'a, atëherë besimtari nuk duhet as me dëgju e as me u bind atij. Po pjesa e parë është ajo që e potencon ky hadith. Në momentin që Allahu i madhreshëm një shoqërie jep një pushtetar të drejtë, një pushtetar musliman edhe të drejtë, atëherë shoqëria muslimane duhet ta ndëgjon atë kur urdhron, edhe duhet t'i bindet në zbatimin e atyre urdhrave. Dhe thot Imam Neveviu rahimahullahu taala, kuptimi i këtij hadithit është se muslimanët duhet t'i binden pushtetarit edhe nëse ai urdhron me një gjë
e cila i duket e rëndë atij, apo nuk i pëlqen, përderisa ajo që ai ka urdhëruar nuk është mëkat. Për shembull, në shumicën e rasteve kur vijnë vendimet e pushtetit në rregullimin e infrastrukturës dhe planifikimin urbanistik, dikujt ai planifikim nuk i shkon për qefi. Ose ja prish murin, ose ja prish shkallët, ose do thot ja ndron kahjen e rrugës, e këto gjëra dikujt në atë lagje nuk i pëlqejnë. Mirë po, ai që e vendos planin urbanistik, edhe ai që ndërhyn me këto ndryshime infrastrukturore, i bën në prizmën e interesit të përgjithshëm. Ai nuk e shikon A-ën dhe B-ën, ose X-in dhe Y-in, për ai shef këtë banor të asaj lagje. Edhe mundohet të gjithëve me u zgjedh një zgjidhje dhe zakonisht, gjithmonë, në të gjitha vendimet ku dikush mundohet m'ia rregullu jetën shumicës, dikush ka mu dëmtu. Kjo është rregull. E tash ty, ky vendim i ri mundet mos me të pëlqy, mundet me të pengu, mirë po përderisa është në interesin e përgjithshëm, ti duhesh më u bind edhe me ndëgju. Mirë po, nëse vjen një pushtetar, edhe ai urdhron gjëra që e kundërshtojnë fenë, edhe vin ndesh me rregullat fetare, atëherë muslimani nuk duhet as me ndëgju e as me u bind atij. Për këtë shkak, thot vazhdon Imam Neviu rahimullahu taala, këto hadithe e nxisin muslimanin të ndëgjon dhe të bindet pushtetarit musliman në të gjitha situatat ku ai urdhon të mirë edhe bamirësi edhe devotshmëri, sepse kështu bashkohen muslimanët mes vete. Pasi që mos marrëveshjet mes shoqërisë dhe pushtetarit e prishin gjendjen e tyre, edhe dëmtojnë fenë edhe dunjon e tyre. Dhe kjo është e konstatuar zakonisht, ku më një shoqëri s'ka marrëveshje, edhe s'ka planifikim për të ecë përpara, edhe kur ose pushteti është i korruptuar, ose populli është i korruptuar, atëherë ai shtet nuk ecë përpara. Ai shoqëri nuk ecë përpara. Edhe këto raportet për të cilët na flasim, që në kohën e Imam Neveviut rahimahullahu taala kanë qenë të qarta, pasi që pushteti në atë kohë ka qenë pushtet i muslimanëve, i qeveritarëve që kanë qeverisë me Kur'an dhe Sunet. Këto rregulla janë tregu që na me i ditë edhe me i synu dhe me i dëshiru në aspektin e shtetit, po pastaj na me i zbatu aty ku kena mundësi, se cili nesh në shtëpinë e vetë, se cili nesh në kompaninë e vetë, se cili nesh në organizatën e vetë, në xhamia tona, që kemi na menaxhim, duhet mi zbatu këto rregulla. Edhe në xhami njëjtë, nëse këshilli i xhamisë e merr një vendim për një organizim të mbrëmshëm të xhamisë, shumica çdo që i pëlqen, po 1, 2, 3 persona nuk i pëlqen. E tash, nëse flasim na për hierarki, edhe këshilli i xhamisë zgjedhet nga xhamati, atë momenti që ata marrin vendime që nuk vinë ndesh me rregullat e fesë, xhamati duhet më u bind. I pëlqej apo nuk i pëlqej? Masi ata e kanë marrë një vendim. Edhe kundërta, ata që kanë mundësinë me organizu jetën fetare brenda xhamisë, kur të marrin vendime, duhet të jenë të vëmendshëm edhe të kujdesshëm që ato vendime të jenë përputhje me qëllimin e xhamisë, përputhje me atë që urdhon Allahu i Madhëshëm dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që t'ua imponon xhamatit
ndëgjimin dhe bindjen ndaj atij vendimi. Kështu, kudo, çfarë do lloj shtëpie, çfarë do lloj kompanie, çfarë do lloj organizate, cilën do xhami që ka kësi organizimi, ku kryesia edhe xhamati kanë mirë kuptim të plot, edhe harmonizim të qëndrimeve dhe mendimeve, aty ka bereqet. Aty ka përparim. Aty më nuk mendohet kush çka i tha edhe kush çka foli, po mendohet se cili është projekti i radhës. Çka kemi bërë deri tash, edhe çka duhet me bërë në të ardhmen. Edhe ajo xhami mbushet me aktivitete edhe lulëzon pe xhamive tjera. Unë me konë xhami e vogël, mundet me pas shumë fonde, mirë për shkak të këtij menaxhimit të mrekullueshëm mes kryesisë xhamisë, këshillit xhamisë edhe xhamatit, ajo xhami domodin ecë përpara. Edhe kundër është e kundër. Nëse ka mosmarrveshje mes këshillit xhamisë edhe xhamatit, edhe vazhdimisht ka grindje mes vete, edhe vazhdimisht ka shtyrje, edhe një lloj lufte se ata marrin vendime, këto kundërshtojnë, këto japin propozime, këshilli i refuzon, ku ka kësi lloj zënkash mosmarrveshjes edhe një lloj konkurrence, atëherë këtë energjia harxhohet në muhabetet kota. E pa çka tha, e pa si foli, e pa çka kishim bë, askush na vet neve, e muhabetet tilla. Edhe shkon një javë, një muaj, 2 muaj, 5 muaj, në xhami nuk gjen njeri i cili mendon si të boje në projekt, në aktivitet, në program pune që të stilloje xhamia. Që më shfryzohet vetëm për me fal namazin, po me pas aktivitete, mësim besim për fëmijë, mësim besim për të rritur, me pas ligjerata, me pas organizime të ndryshme, të iftarit, për Bajram, për Ramazan, të vizitës së xhamatit e kështu me radhë. Domethënë, hapësira për me punu shumë e madhe. Ku ka mirë kuptim, atëherë hapësira, domethënë mendja e të gjithëve shkon ka puna. Ku ka mosmarrveshje, mendja e secili shkon ka konflikti. Edhe andaj, për këtyre mësimeve, atë që na duhet ta marrim është kjo. Të insistojmë që aty ku kemi përgjegjësi, edhe aty ku jemi pjesëmarrës të një pune, të bëhemi individ konstruktiv. Edhe na që kemi me udhëheq të bëhemi produktiv. Gala jon tjetë puna, edhe zhvillimi i xhamisë, edhe xhamati gala e tij tjetë kontributi, ndihmesa, do thot për atë punë të mbarë edhe të mirë që e bën, do thot ai këshill edhe ai kryesi. Thot Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, nazalat ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu ar-rasul wa ul amri minkum fi Abdullah ibn Hudhafa ibn Qais ibn Adi as-Sahmi ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sariyatin. Ibn Abbas radiallahu anhuma thot, ky ajet kuranor, të cilën na kena përmend në fillimin e kapitullit, në surën Nisait i 59, o ju besimtar, respektoni Allahun dhe respektoni pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe të parët tuaj. Ka zbrit për një sahabe që ka pas emrin Abdullah ibn Hudhafa ibn Qais ibn Adi as-Sahmiu radiallahu anhu, të cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e çoi si komandant i një njësiti ushtarak. Në një prej luftrave që kishin, këtë e caktoi si të parin komandant i atij grupit, i atij njësitit, dhe e çoi dikon në luftë. Çka ka ndodhur realisht, edhe pse ky ajet ka zbrit për të, është ky tregim të cilin e regjistron, do thot Ibn Majah në sunenin e tij nga Abu Said al-Khudri radiallahu anhu, i cili thot, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Alqama ibn Majzar e çoi me një delegacion, e unë isha në mesin e tyre. Dhe dolëm bashk me ushtarët derisa erdhëm
në vendin ku duhesh me luftu. Mirë po gjatë rrugës, dikush kërkoi leje me u largu. E ky komandanti u dha leje dhe këtij grupi të vogël që u ndan, ja bëri komandant Abdullah ibn Hudhafa Sahmiun radhiyallahu anhu. Abdullah ibn Hudhafa Sahmiu ishte pjesëmarrës në Bedër. Besoj që e keni të qartë se sahabët kur rangoheshin me zvete, ehli Bedri dalloheshte. Ata ishin elita e sahabëve, vipat e sahabëve. Këtë janë të mëdhej, ama kush ka marrë pjesë në Bedër, ma i madhi. Edhe kjo mesele është shumë e rëndësi vëllezër me kuptu se s'mundet me qenë të barabart i pari me të fundin. Çfarë do të thonë kjo? Kush merr pjesë në një betejë që nga fillimi, me një kauz që nga fillimi e deri në fund, është më i vlefshëm se ai që bashkangjitet ndërkohë. Edhe andaj them për neve xhamatin e ri, edhe ata që janë matri se na, s'mundemi na me konë të barabart me baballarët e tonë që e kanë mojtë fenë kohën e komunizmit. Që kanë shku në xhami edhe në mektep kohën e komunizmit. Që i kanë shoqëru hoxhallarët në kohën e komunizmit. Që i kanë ndihmu hoxhallarët në davetin e tyre në kohën e komunizmit. Ata kanë qenë kohën e luftës. Luftës madhe, luftës rënde, luftës nxehtë në front. Edhe s'është dorëzu. Edhe ka jetu vështirë, ka hjek, i kalon pas dore shumë përfitime, mirë po ka qenë i kapun për fe. Edhe ka mojt fe. Edhe ka qenë prioritet të ai feja. Ajo luft e tyre e ka sjell islamin të na. E kanë vazhdu sfidat, edhe vështirësit, edhe problemet. Kemi vazhdu na me majt, edhe kemi barë të fëmijët e tonë. Edhe normalisht, edhe fëmijët e tonë i kanë sfidat e tyre dhe vështirësit e tyre, po janë favor, janë situatë më të mirë se sa ajo cilën kanë qenë baballarët e tonë dhe ajo cilën kemi qenë na. E tash vijnë nipat e tonë. Ata kanë me pas, gjithashtu kanë me pas sfidat e veta, po kanë me pas shumë më lehtë se sa ajo që kanë fëmijët e tonë, ajo që kemi pas na, domethënë ajo që kanë pas baballarët e tonë. E tash në këtë zinxhir edhe vazhdimsi të islamit të na, kush e merr pozitën e ehli Bedrit, ata që kanë kapë islamin ku është luftuar më shumë. Kohën e komunizmit. Edhe s'mundet askush për neve, edhe si hoxh, edhe si xhamat, me jahub mundin, edhe vlerën, edhe sakrificën, edhe pozitën, edhe hoxhallarëve, edhe xhamati që kanë qenë në atë kohën e komunizmit. Edhe na, nëse duam të jemi të sinqert edhe të drejt, duhet vazhdimisht edhe me përmend sakrificën e tyre, po edhe me bë dua për ta. Që Allahu t'i shpërblen ata hoxhallar edhe ata besimtar që kanë marrë islamin kur qenë më vështirë. Dhe se kanë se kanë lënë. I ka kushtu komoditet, i ka kushtuar vështirësi, i ka kushtuar shumë gjëra, mirë po ai besnikërisht e ka marrë këtë flamur dhe ka bërë të na. Dhe na kemi jetu një pjesë komunizëm, një pjesë demokraci, por ka qenë shumë ma lehtë se sa ajo që kanë pas ata. Edhe normalisht kanë tu letue, deri dikon normalisht i ka vështirësitë e veta, çdo kohë i ka problemet e veta, po flas ajo kohë ka qenë shumë më e vështirë se kjo. Edhe kushdo që e shërben një kauz, një ideal, një angazhim që nga fillimi vet në atë organizim është ehli Bedri aty organizimi. Edhe çdo hoxh në xhamatin e vet e ka dikan ehli Bedr, i cili ja ka nis rrugës me te që nga fillimi dhe ka vazhdu me te derisa janë gjallë deri në fund të jetës. E dikush ka qenë e kalon, dikush ka qenë ka ardhë, secili me
mundin dhe angazhimin e tij shpërblehet. Pse ke qenë më herët i madh dhe i fortë, e s'ke vazhdu, kjo nuk të bën të madh dhe të fortë hala. Ande kusht është me qenë vazhdim të kauzës dhe shërbimit të kauzës. E Abdullah ibn Hudhafa Sahmiu, sheve Ebu Sejdi el-Khudriu thot, dhe ishte prej pjesëmarrësve në Bedër. Domthonë nuk ishte njëri i thjeshtë, ishte njëri me pozitë. Wa kanat fi du'abatun, edhe ishte hajgaregji, hokatar, bëj ke shaka. Domthonë ishte sikur të na, dikush është për shembull ma hokatar, dikush është pak ma serioz, e kështu me radhë. Dhe fekuntu fi men raja'a ma, thot Ebu Sejdi el-Khudriu, isha edhe une në mesin atyre që u kthim. Febejna nahnu fit tariqi nazalna manzilan. Tu es unale më një vend, au qad al-qawmu naran yastaluna biha, edhe vezën një zjarr për më ngroft, ose për me bo ushqim. Në këtë pozit, Abdullah ibn Hudhafa Sahmiu i tha, "Alaysa li alaykum as-sam'a wat-ta'a?" I tha tash ati grupit ushtarëve që kishte me veti, a nuk e keni ju borx me më dëgju e më respektu mu? I thamë po, se ti je emiri i emirit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e caktoi Ebu Mezelen emir. Na dëshim të themi, ai caktoi ty emir, do të i emiri i emirit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha po. Tha nëse unë i urdhnoj me një gjë, a e bëni ju? Thanë po. Atëre u tha Abdullah ibn Hudhafa Sahmiu, atëre nëse është kështu puna, që ju e keni obligim me më dëgju edhe me më bindë mua, atëre unë ju urdhnoj juve me hinë zjarr. Ta testoje ushtrin, a është e përgatitun 100% me u bindë komandantit. E kuptoni vllazi, ai shoqënia, vllazilloku, organizimi, xhamati nuk është vetëm lavgoje. Kur ka me hangër me pi, bashkëmi. Kur ka puna me majtë në shtëpi diçka, ikim. E tash Abdullah ibn Hudhafa po i teston ushtarët e vet, po i thot, nëse ju e dini mirë se e keni obligim me më dëgju, atëherë unë po i tham juve hini në zjarr. Para mendoni tash na mu testu qështu. Na me testime ma të vogla se kjo bim. Jo me testime ka shtëronda. Bim se na raportet tona halon nuk janë raporte kauze, ideali. Se më intereson Muazit tjetër, më intereson që e shërbej islamin këtë formë, po, u kry. Edhe jetë me më kushtune, nuk dorëzona. Ama shumica e rasteve raportet tona janë, nuk thamë për interes, po janë formale. Shkojmë se ketë shkojmë. E bëjmë se ketë e bëjmë. E bëjmë se ka me hangër me pi, e bëjmë se ka muhabet. E bëjmë se s'kan të shka bëj. E shvizej kohën. Jo, nëse na organizohemi në shërbimin e islamit, kjo është më kaos. Kjo është ideal. Kretë që kemi në disponim, na duhet me vendosë në shërbimin e kauzës dhe idealit. Këtë që kemi. Për dijes, për shtetit, për pares, për fuqis, për lidhjeve, për aftësive, me kontribu se islami është gjëja kryesore në jetën tonë. Mas e vinë tjera. Tash, kur themi na kështu, a do me thonë se ti nëse vendosësh në shërbim të xhamis, ki me met pa pare, ki me met pa pun, ki me met pa pasuri, ki me met pa autoritet, ki me met pa fam, ki me met pa kërë, ki me met pa dyqë, jo. Sa e sa njerëz i shërbimi islamit i ka bo ma të pasur, i ka bo ma të famshëm, i ka bo ma të vlefshëm. Shpesher i ka shejtoni ka thonë, pse be u angazhove me këtë punë, ta s'ki vakt me punu punë dytë, punë tretë. Se këtë kohë dush marrë në xhami, tu marrë me punë të xhamisë. Edhe ndaj njëra për arsyeve që të na kur ka zgjedhje për xhami, për këshillë xhamit, kur kush nuk le vrojt. Pse se e den, se ku ta marrësh përsipër këtë përgjegjësi, duhesh mu angazhu, duhesh me punu, pa pare.
Duhesh me dhomë bilëm, edhe pe mundit tanë, edhe pe pareve tuja ma shumë, për me majtë xhamin të rezi. Edhe njerëzit hezitojnë për të. E tash që thuti, o vlla që vjen më farti këtu. A vjen për Allah, po për shka vjen, asë s'ki shka banë. Po kjo xhamin, cilën ti falesh, duhet mu menaxhu. Po që po bi shembull xhamin, a me xhamin krejt organizimet njetë krahasohen. Po e bi xhamin sepse na jemi frekuentues të rregullt të xhamis, edhe shpesher na kur i gjejmë xhamiat e ngrofta, xhamiat e fladitshme, xhamiat e pastrume, xhamiat e aromatizume, xhamiat e rregullume, ne nuk mendojmë si u bon kjo punë. Na duket se me shkop magjik, atë nuk po. Këtë vetë u rregullon. Jo, dikush është mas. Dikush punon, dikush lodhet, dikush angazhohet. Para se më ardh ti në xhami, dikush ka ardhur para teje, ka çel xhamin, i ka dhënë dritat, e ka dhënë klimën, e ka dhënë nxemjen, e ka buket, e ka bot. E nëse ti ke ardhur në xhami, Allahu Akbar, asalamu alaykum, shkove në xhamis. Dikush jetë xhami hala, mas teje. Mirë, po këtë të që i bëjmë na, duhet me qenë për Allah, edhe kjo ka uzë neve duhet me na lidh sinqerisht edhe seriozisht, që se cilin nga kandi vetë me kontribu dhe me ndimu që me qu ka uzën për para. Edhe mos me met një punë e mbarë pa u bo, pse? Se na nuk e përfilim, nuk e përkrahim, nuk e ndimojmë atë. Dhe për këtë arsye, do thot, nëse jemi në raportet këtilla, ku komandanti dhe ushtarët kanë një harmoni mes vete dhe kanë një respekt hierarkie, atër punë keq shkojnë marë. Edhe tash t'i kthejmë Abdullah ibn Hudhafa Sehmiut, i cili desh ta testoje gatishmërinë e bindjes tek ushtarët e vet. Që ndoshta edhe na duhet kanë herë mi testu njëri tjetrin me këshirë, se kush është për me. Kanë herë me marrë me veti kur ka më hangër me pi. E kanë herë me marrë me veti kur ka vështirësi. E me po, a është i njëjti edhe kur ka më hangër me pi, a edhe i njëjti kur ka një sakrificë për para. Na si popull, kena pas momentet testimit. Kemi pas luftën e Kosovës, edhe kemi pas luftën tonë, të në Maqoni, edhe konë moment testimi general. Edhe elhamdulillah është dëshmu se një pjesë e madhe e popullit tonë e ka pas gatishmërinë e sakrificës, dhe e gatishmëria e sakrificës e ka sjellë ndryshimin e madh. Mirë po, kjo s'do me thonë se punë kanë përfundu. Ka mundësi përsëri na mu testu. E kush e kalon testimin, ai që e mush zemrën me iman. Ai që është i sinqert në fenë e tij. Ai që ka besimin tamam madhninë Allahut dhe fuqinë e tij. Ai të gjitha sfidat është i përgatitur mu ballafaqu dhe me të i kalu me lejen dhe ndihmën e Allahut xhelal. E tani kur Abdullah ibn Hudhafa Sehmiu i tha kështu, فقام الناس حتى إذا ظن أنهم واثبون فيها. Një pjesë njerëzve u çun. Edhe u nisën me hinzja. Allahu Akbar. Sahabët kanë qenë për një me bura. U çun. Tha ti po na urdhnon? Tha u çun. Hinzja. Është sken që sot është vështirë me paramendu. Me thonë komandanti ty, ecë për para karshi armikut, edhe ti me thonë po, u kri kjo punë. Ama vetë, se me ndojë në këtë puna jam vetë, asë jam vetë. Kam urdhën edhe eci për para. Na kanë herë në punë të vogla, e zjedhin di kanë e mirë. Udhëtime, ndryshme. Edhe a i thotë kështu, na këtë i përzimi, jo kështu. Ka dalë, caktum na e mirë. Vetë në kukush me zosë në e boni. Po ngoje be pakës. Jo këtu kina munal, jo këtu s'kina munal. Jo këtu kina me ongër buk, jo këtu s'kina me ongër buk. Jo këtu kina me pi kafe, jo këtu s'kina. Jo që ka s'kina me esë. A e ki zjedhe mirë, po ngoje be. Shëre që ka ndodhë me sahabët. Në zjarë me hi uqu, njerëzit me hi në zjarë. A ka të na që si njerëzit? Se cilë te përgjigjeve të vetës. Është randë. Ama ka nevoj njeri mu testu. Thot kale fë emsiku, tha, e kur uqu njëzit,
u tha emsiku alejkum enfusekum. Jo, tha, mos rini që t'i kujeni, mos afroni zjarmit. Innama kuntu adhaku ma'akum, tha, hajgare e kisha. Që ve punë serioze, kisi hakatar, a I ka thonë ta shof që po bëhet. Thot, falamma qadimu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, dhakaru dhalika lahu, faqala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, man amarakum bi ma'asiyatin fala tuti'u. E kur shkon te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kjo ka qenë puna e sahabeve. Këtë që ka ndodhur mes tyre, e kanë zhvillu, e kanë vazhdu me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe I kanë tregu kështu ndodhi me neve. Abdullah ibn Hudhafa, kur u nalëm na, tha a duhet ju me më respektu mu, tha po, tha çuni hini zjarm, tha na u çum, po ai na nali, tha jo se jam të bëj hajgare. E shifja që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tha men amarakum bi ma'asiyatin fala tuti'u. Kush ju urdhon juve mëkat, mos e respektoni. E kjo është rregulli që e vërteton atë që tham na, ky hadith, argument që e vërteton atë që tham pak më herët. Se raportet tona me të parë tonë kemi në bamirësi, në devotshmëri, po të mira. Ama nëse dikush na urdhon neve në mëkat, atëherë themi jo. E ku është mëkati këtu? Se mu djeg në zjarr është gabim, gjallë tukon. Se është në transmetimin tjetër thotë na pi zjarmit kina ik, na u bën në musliman me ik pi zjarmit. E ti e por ashtin zjarr? S'ka kjo logjik. Andaj dhe më thonë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar edhe udhëheqësisë se ju duhet me angazhu edhe me I detyru ushtarët e juj, xhamatin tuaj, shoqëruesit e juj me gjëra që fetarisht nuk janë ndaluar edhe janë të mundshme. Mos kërko pe secili njeri detyra speciale, se s'mund me t'i bo. Detyra speciale kërkon për njësisë speciale. A për tjerëve kërkon detyra të rregullta, të rëndomta dhe të zakonshme. Tham këtë hadith të zbatonë Imam Ibn Majah, hadithi është I saktë. Normalisht lidhje me këtë ajet edhe këtë hadith ka Allah shumë që me thonë, po koha që kishim disponim na përfundoj, na këtu do ndalim sot që pastaj të vazhdojmë me sharimin këtij hadith në dersë të ardhshme. Sa për informat, nesër na nuk ka ders, sepse na do të them sot për Shqipëri jemi në Bajramsur tribunë dhe pastaj nesër kemi aktivitet aty. Kështu që vazhdojmë me dersën në javën e ardhshme inshallah taala, duke lutur Allahut në ebit të dobishme dhe vepra të mira, në jap sinqeritet në fjalë dhe vepra, dhe ashtu si ne ka bashkuar në këtë xhami. Allahu në madhëshme lutim na bashkon me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam jannatul firdaus. Wallahu taala alam sallallahu ala Muhammedin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.